إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد تنروar me lehtë Allah subhanahu wa taala sot vazhdojmë pjesën e tretë të librit të xhenazave nga Muwatta Imam Malikut rahimahullah. Dhe në to ka hadithe që kanë të bëjnë me xhenazën dhe rregullat e saj. Çdo gjë që ka të bëjë me vdekjen edhe me xhenazën. قال الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. Kjo pjesë do thotë qëndrimi në këmbë për xhenazën dhe ulja te varret. Ulja mbi varre apo te varre. Ulja mbi varre apo te varre. قال الإمام مالك رحمه الله مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد Maliku transmeton rahimullah nga Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu që Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ngrite në këmbë për xhenazë, pastaj më vonë është ulur. Nëse ka në hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam kur ka kaluar ndonjë xhenazë, është ngrit në këmbë për xhenazë, bile edhe nëse ka qenë xhenazë e mosbesimtarit. Nëse ka qenë xhenazë e mosbesimtarit, është ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam kur ka kalu xhenazja. Pastaj kur kanë shkuar te varret, thot një kohë kanë qëndruar në këmbë, pastaj janë ulur. Prandaj ulja kur të jesh te varret nuk ka gjë të keqe, nga se ka bërë këtë veprim pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. وقال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للذاهب. وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للذاهب. تاني transmetim tjetër ku transmeton që Aliu radhiyallahu anhu thotë kjo transmetim pa varg transmetuesish, që Aliu radhiyallahu ta'ala anhu thotë ka përdorur varret, thotë është mbështet në varre, sikur në jastak në varr, dhe është shtrir mbi to. Dhe ka thënë Maliku rahimahullah, ka thënë qëllimi i ndalesës së uljes në varre është që të ulet dikush për të bërë nevojën e madhe. Nevojën e madhe. Kjo është mendimi im, kjo është ajo që ka ardhur nga ky transmetim që është pa varg transmetuesish. Mirpo ajo që ka ardhur në sahih nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam naha an yuq'ada alaiha. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ulet njeriu mbi varr. Nuk bën thotë të ulesh mbi varr. Mbi varr nuk bën mu ul, as mu shtren. Edhe më keq se kjo është të bëhet nevoja në varr apo gjëra tjera. Malik an Abi Bakr ibn Uthman ibn Sahl ibn Hunayf أنه سمع أبا أمامة ibn سهل ibn Hunayf يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس
hatta yu'dhanu. Tregon tash një transmetim tjetër nga Abu Umama Sahel ibn Hunayf, që ka thënë merrnim pjesë në xhenaze, thot, dhe nuk ndodhte që të ulen njerëzit e fundit derisa fillonin ose ose ka dy kuptime këtu, ose thot çaq shpejt falej xhenazja, saqë s'kishin vakt njerëzit mu ul, do të falej xhenazja, apo mbështjellej xhenazja apo futej në varr aq shpejt saqë nëse vinin njerëz në fund edhe nuk e kishim rri në faljen e xhenazës sana, akoma pa ul ata, do thot vetëm se ishte kry ajo varrimi i xhenazës, dhe kanë filluar njerëzit të largohen nga i vdekuri. Pastaj thot an-nahyu anil bukai ala al-mayyit. An-nahyu anil bukai ala al-mayyit. Thot ndalesa e vajit e xhamës për të vdekurit. مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيق عن عتيق بن الحارث وهو جد عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيق أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ قال إذا مات. فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. ما تعدون الشهادة؟ ما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهداء 7 سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. Këtë transmetim tjetër thotë para thosh ndalesa e vajit xhamës për të vdekurin, për të vdekur njeriu. Është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku thot Xhabir ibn Atik prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka shku me vizitu Abdullah ibn Thabit, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka gjetë që ka qenë shumë rënd, saqë dhimbta e madhe e ka mujt, saqë e ka mujt dhimbta e madhe. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe kur është afru ti flas, edhe ka ngrit zonin ti flas. Dhe ai nuk ka mujt më ju përgjigj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, do të jemi te Allah dhe ai do të kthehemi. Dhe ka thënë gulibna alejke e Abu Rabi', ka thënë fakisht i bjen që thot ti na umore s'po mundesh më na u përgjigj o Abu Rabi', thot kjo ka qenë kunja e tij. Atëherë thot kur kanë dëgjuar këtë fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gratë që kanë qenë në shtëpi kanë filluar me bërtit dhe me çajt, kanë filluar të bërtasin dhe të çajin. E atëherë Xhabiri ka filluar të heshti, të thot mos çani, thot dhe i ka mundu mi ndal nga vaji. E Rasulullah sallallahu alajhi wasallam ka thënë lej do thot lej të çajin. Mirë po thot kur të vdes thot mos të bëj gjam asnjë nga ato.
mos të bëj gjam asnjë nga ato. Ka thonë, atëherë ka thonë bija e tij, wallahi ka thonë, kam shpresuar që ti do të jesh shahid, nga se e ke përgatit mjetet për që të bësh xhihad fi sabilillah, thotë e ke përgatit kalin, devën gjatë armët, i ke bërë gjitha gati që të bësh xhihad fi sabilillah. E tani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shpërblimi i tij vetëm se e ka arritur në bazë të niyetit që e ka pas. Shpërblimin e ka arritur në bazë të niyetit që e ka pas. Ka thonë, a çka llogaritni ju, ka thonë shahidin. Ka thonë, çka llogaritni ju të jetë shahid? Çka llogaritni ju të jetë shahid dëshmor fi sabilillah? Ka thonë, al-qatlu fi sabilillah. Vdekja të vritet dikush fi sabilillah, të vritet duke luftuar që fjala Allah të jetë më e larta. Atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shahidat janë 7. Shahidat janë 7 përveç vrasjes, përveç atij që vritet fi sabilillah. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-mat'unu shahid. Ka thonë, ai që vdek nga mortaja, smundja e mortajës, është shahid. Ai që vdek nga fundoset në ujë, mytet në ujë, ai është shahid. O sahibu dhatil janb shahid. Ai që e ka smundjen e pleurës. Pleura është membrana e mushkrive. Pleurik, si thonë smundjes, thotë infeksioni i membranës së mushkrive. Dhe është smundje shumë e rëndë. Thotë, kush e ka këtë infeksion dhe vdek prej tij, thotë, është shahid. Është shahid. Ka thonë, wal mabtunu shahid, thotë, edhe ai që vdek nga sëmundjet e barkut, sëmundjet që janë në bark. Çfarë do sëmundjet që është në bark, bëhet shkak që njeriu të vdes për to, është llogaritet shahid. Thotë, wal harqu shahid, thotë, wal harqu shahid, thotë, ai që vdes nga zjarri, ai që digjet, ai që vdek nga zjarri, ai që nga zjarri është shahid. Walladhi yamutu tahta al-hadmi shahid, thotë, edhe ai që vdek poshtë gërmadhave është shahid. Wal mar'atu, thotë, do të thonë kush vdek nëse gërmadhat i bin për mi, bjen ndonjë goditje e madhe e godet, thotë, ai është shahid. Për këtë arsye Sheikh Bin Baz rahimahullah thotë, edhe ai që vdek në aksident të trafikut, nga se në aksident trafiku goditet me diçka, thotë, ai është shahid. Edhe ka thënë, wal mar'atu tamutu bi jam'in shahid, thotë, edhe gruaja që vdek gjatë lehonis apo vdek duke pas fëmijë në barkun e saj, është shahide. Është shahide. Këto janë llojet e shahidëve. Me këta shahida quhen, do të thotë, shahidat janë 2 lloje. Quhen shahidat të dunjas dhe ahiretit dhe shahidat të ahiretit. Shahidi dunjas edhe ahiretit është ai shahidi i cili vdek, ai njeri që vdek duke luftu fi sabilillah, që fjala Allah të jetë më e larta. Ai që vdek në këtë punë është llogarit shahidi dunjas edhe ahiretit. Çfarë do të thonë shahidi dunjas dhe ahiretit? Do të thonë shahid që nuk i lahet xhenazja, edhe nuk i lahet xhenazja, edhe sipas Muhamedit me as falet, nuk i falet xhenazja dhe varroset ashtu me ato rroba që ka qenë, varroset në atë mënyrë. E ky është shahid në dunja dhe në ahiret. Shahid të ahiretit janë ato 7 grupet që u përmenden. 7 grupet që u përmenden. Atyre nëse dikush vdek nga goditja, nëse ndonjë gru vdes gjatë lehonis, apo duke që pas fëmijë në bark, apo dikush vdek nga infeksioni pleurës, këto që i përmenden, nga mortaja, këto gjëra tjera. Nëse vdek në atë mënyrë, llogaritet shahidi ahiretit. Shahidi ahiretit që xhenazja të lahet, të falet xhenazja, veshet me qefin dhe varroset tamam të muslimat me qefin, mirë po aja shahid të Allahu subhanahu wa ta'ala. مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها
يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها Maliku transmeton nga se Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka dëgju dhe është përmendur Aisha radhiyallahu anha që Abdullah ibn Umeri radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë që i vdekuri dënohet për shkak të gjamës, për shkak të vajit të gjallëve. E Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka thënë Allahu ja falt Ebu Abdurrahmanit, Abdullah ibn Umerit. Edhe keni kujdes se ai nuk ka rajt. Mirë po thot ka harruar apo ka gabuar. Për thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kaluar pranë një jahudie që ka vdekur dhe familja e saj kanë shajt për të. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë ju po çani për të, mirë po ai është duke u dënuar në varrin e saj. Ai është duke u dënuar në varrin e saj. Kjo është me Aisha radhiyallahu ta'ala anha e ka komentuar këtë fjalë të Abdullah ibn Umerit, të cilën ai e ka transmetuar nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që nuk e ka kuptuar, do të thosë që ka harru Abdullah ibn Umeri. Ka thënë që qëllimi me ndalesën apo dënimin e të vdekurit për xhamën e të gjallëve është nëse është e veçantë për jehudët edhe qafirat që ata çojnë për të vdekur në tyre, mirë po ai është në zjarr. Mirë po transmetime tjera të vërteta është që Abdullah ibn Umeri ka pas mirë, nga se qëllimi me të është që nëse i vdekur i vdes dhe njerëzit e tij pastaj pas vdekjes e bojnë xham ata mësim. E bojnë xham që do thotë e vajtojnë, e bojnë xham. Dhe nëse e bojnë xham dhe thonë o ti e kon ai që na ke mojt familjen, o ti kush je kon, o e ngrisin qiell e bojnë kështu xham bojnë për të. Na ke lënë shumë keq kështu xham thotë. Për të thot, ai lloj robi dënohet në varr për shkak të xhamës që ja bën familja e tij për të. Kjo ka thonë ulemaja nëse ai e din që tradita e familjes së tij është xhama dhe nuk i ka ndalu ose nuk i ka lënë amanet që mos me bën xham pas vdekjes. A nëse i lën amanet, mos me bën xham. Dhe ata prap bën xham për të ai nuk dënohet, Allahu e di më së miri. Pastaj vazhdon Imam Maliku rahimahullah thot al-hisbatu fil musiba. Malik an ibn Shihab an Sa'id al-Musayyab an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. Pjesë zatash është thot el-hisbatu fil musiba, thot kur të ndodh thot një fatkeqësi, thot të shpresosh në shpërblimin e Allahut në fatkeqësi, të shpresimin në Allahun, shpresa në fatkeqësi, shpresa dhe kërkimi i shpërblimit të Allahut në rast të fatkeqësisë. E tregon nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ndodh që një besimtar, një musliman i vdesin 3 fëmijë. Nuk ndodh një musliman i vdesin 3 fëmijë e ta kap atë zjarri përveç aq sa bëhet halal apo çohet në vend betimi, përveç aq sa çohet në vend betimi. Thot nëse një muslimani i vdesin 3 fëmijë, ata s'ka me prek zjarri, përveç atë sa çohet në vend betimi. Çka qëllim me çuarje në vend të betimit? Është fjala Allahu subhanahu wa taala, ku ka thënë Allahu subhanahu wa taala wa in minkum illa wariduha, thot.
nuk ka nga ju askush përveç se do të kaloj nëpër të. Do të kaloj nëpër të. Qëllimi i kësaj është ky betim i Allahut subhanahu wa taala që të gjithë njerëzit do të kalojnë nëpër xhehenam. Mirë po qëllimi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala, kalimi nëpër xhehenam është kalimi mbi urën e Siratit. Ura e Siratit është mbi xhehenam. Ura e Siratit është mbi xhehenam. Allahu na ruaj prej xhehenamit. Çdo kush i mirë apo i keq prej besimtarëve do të kalojnë mbi ta. Do të kalojnë mbi ta. Aq sa do ta godas, aq është kalimi mbi urën e Siratit, që është mbi xhehenam, është do ta godas atë që ka bërë sabër për vdekjen e të fëmijëve të tij. مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أو 2؟ قال أو اثنان. Maliku transmeton tash nga Ebu Nadhr al-Sulami që Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka thënë nuk ndodhet që një muslimani ti vdesin 3 fëmijë ti shpresoj ata të llogaris për shkak të sabrit të tij që ata do të jenë shkak për futjen e tij në xhennet. Thot nëse ndodh kjo, thot ata do të jenë mburojë e tij prej zjarmit. Atë një grup që ka qenë te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë ja Rasulullah edhe 2, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. فتانية ترانسمتان Maliku rahimahullah nga Abu Huraira një transmetim që ka vargun e ndarë këtu, mirë po ka me të Tirmidhiu sahih, që Abu Huraira ka thënë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë muslimani do të vazhdoj të goditet në fëmijët e tij, në të afërmit e tij, derisa ta takojë Allahu subhanahu wa taala dhe nuk ka asnjë gjuna. Do të goditet me këto goditja, thot, i vdesin fëmijët, i vdesin të afërmit, se bën sabër këtë kohën, bën sabër për Allahun subhanahu wa taala, thot nëse bën këtë punë për Allahun subhanahu wa taala, Allahu ja fal gjunat, dhe shkon te Allahu subhanahu wa taala pa asnjë gjuna. Tani thot vazhdon thot Jami'ul Hisbati fil Musiba, thot hadithet e përgjithshme për pritjen e shpërblimit të Allahut subhanahu wa taala në rast të musibetit, të fatkeqësisë. Thot Malik an Abdulrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. Ky hadith është kështu thot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: leti ngushëlloj muslimanët në fatkeqësitë e tyre, fatkeqësia e tyre me mua. Thot fatkeqësia e muslimanëve me mua le të jetë ngushëllim për muslimanët për fatkeqësitë e tyre. Çfarë i bën kjo, thot? Kur një muslimani i ndodh një fatkeqësi, le të përkujton fatkeqësinë e vdekjes së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, nga se për muslimanët fatkeqësia më e madhe që ka ndodhur për ta në histori është vdekja e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Nga se me vdekjen e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam është ndërprer wahyi, është ndërprer shpallja e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është fatkeqësia më e madhe që i ndodh një muslimani. Prandaj çdo fatkeqësi tjetër është më e lehtë, është si ngushëllim
për besimtarit ajo që I ka ndodhur me Rasulullahin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malik an Rabi'ata ابن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. الحديث يترجم سلمة رضي الله تعالى عنها هند بنت أبي أمية نونا besimtarve, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kur muslimanin e godet një fatkeqësi, le të thot ashtu dhe thot ashtu, siç e ka urdhëruar Allah, thot kur muslimanin e godet një fatkeqësi dhe thot ashtu siç e ka urdhëruar Allahu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut, vërtet ne jemi të Allahut dhe vërtet ne do të kthehemi te Ai. Dhe ne do të kthehemi te Ai, thot. E pastaj vazhdon dhe thot: Allahumma ajirni fi musibati. O Allah, më shpërble në fatkeqësinë time dhe më zëvendëso me më të mirë. Thot, nëse këto e bën, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot, Allahu do ta bëj këtë për të. Do ta bëj këtë për të, do ta zëvendësoj, do ta shpërblej për fatkeqësinë dhe do t'ja jap diçka më të mirë. Do ta jap një për një më të mirë. Thot, dhe kur vdiq, thot Ebu Salama, kur vdiq Ebu Salama, grua e burri I Salama radhiyallahu ta'ala anha, thot Salama e ka dëgjuar këtë, duke thënë pejgamberi, dhe kur ka vdek Ebu Salama, thot e kam thënë këtë fjalë, e kam thënë. Dhe ka thënë në vetveten e saj: po kush është më I mirë se Ebu Salama? Ebu Salama ka qenë prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej muhaxhirëve, prej burrave të parë të Islamit, burr shumë I mirë, shumë I ndershëm, çdo të mirë ka pas. Mirë, po kjo ka thonë këtë fjalë, dhe s'ka menuar që Allahu ja zaventson me dikë më të mirë se Ebu Salama. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja ka zaventsu Ebu Salama me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E ka martu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është martu me Salama radhiyallahu ta'ala anha pastaj. Pastaj është një transmetim, thot Malikun an Yahya ibn Sa'id an al-Qasim ibn Muhammad annahu qala halakat imra'atun li فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب عن الناس فلم يكن يدخل عليه أحد وأن امرأة سمعت به فجاءته فقالت إن لي إليك حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه بد فقال له القائل إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك وقالت إن أردت إلا مشافهته وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب فقال ذنوا لها فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر قال وما هو قالت إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأوديه إليهم قال نعم فقال نعم والله قالت إنه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا
فقالت أي يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. Tërgën Al-Qasim ibn Muhammad, thot, më ka vdek thot një grua, ka pas një grua, thot, dhe më ka vdek. Thot, edhe më ka ardhur Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, thot, të më ngushlloj. Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi ka qenë prej fisit Bani Qurayza, prej atyre që kanë pranuar Islamin nga fisi Bani Qurayza të jahudive, ku kanë fisi jahudive që kanë pranuar Islamin prej jahudive të Medinës, prej tre fisëve të jahudive të Medinës. Dhe më ka thonë, i ka thonë, thot, të bitë e Izraelit, thot, ka qenë një njeri që ka qenë faqih, ka pas ilm, dhe ka qenë i ditur, ka qenë ibadetxhi dhe është mundu me ba shumë ibadet. Dhe ka pas thot një gru që i ka pëlqy shumë ajo grua ati. Ka pas grun që i ka pëlqy shumë dhe ka dasht shumë. Dhe ka vdek ajo. E është mërzit shumë për të. Është mërzit shumë për të sa që është mbyll në një shtëpi, është ka shku vetë me një shtëpi, ka nejt vetë me një shtëpi, është vetmu me një shtëpi dhe e ka mbyll derën, dhe ka qëndru në të. Dhe është largun nga njerëzit. Dhe askush nuk futej brenda në atë shtëpi. Dhe edhe një grua thot ka dëgjuar se çka i ka ndodhur dhe ka thënë, unë kam një nevojë, kam nevojë ta pyes ti lypi fetva. Dhe nuk mund askush, nuk mund të kaloj kjo asesi përveç se duhet ta shoh dhe të flas drejt me të. Thot edhe njerëzit kanë shku te ai dhe ajo ka qëndru, thot, në gjithë për derën e tij. Dhe ka thonë, unë s'kam çare, dua ta takoj këtë. Atëherë thot një njeri ka shku i ka thënë atij, dhe ka thirrë nga jashtë me siguri, i ka thënë, thot këtu është thot një grua që don thot të kërkoj fetva. Dhe thot që gjithsesi duhet të takohem me të. Dhe njerëzit janë larguar, thot, edhe ajo po rrin, s'po largohet nga dera. Atëherë ka thonë, jepni iz të futet brenda, jepni leje të futet brenda. Dhe ajo ka është futur brenda dhe ka thënë, thot, kam ardhur të kërkoj fetvat e ti për një çështje. Ai ka thonë, çfarë është ajo çështje? Ka thonë, i kam marr hua një kojshike të mi, një komshije time, thot, një femnë kojshije, komshi time, thot, i kam marr ca stoli, i kam marr stoli asaj hua. Thot, edhe atë stoli thot e kam vesh, dhe bova ki dhe ja kam jep dikuj tjetër për një kohë, thot, një kohë. Thot, edhe pastaj thot, kanë ardhur po ma kërkojnë stolin, Thot, a mja kthy atyre? Ka thonë, po vallahi. Ka thonë, po, stolia ka qëndru me te unë një kohë gjatë. Ka thonë, atëherë edhe ma shumë dhe të meriton mja u kthy, se ka ta kanë me jap një kohë gjatë. Ta kanë jap një kohë gjatë, ta kanë jap si hua kohë gjatë, ktheja. Thot, vallah, thot, Allahu të boft rahmet. Apo mërzitesh thot për një gjë që ta ka dhënë hua Allahu subhanahu wa taala, pastaj e ka marr dhe ai e meriton më shumë se ti. Pra, kjo ka pas qëllim gruan, ty ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, pastaj e ka marr Allahu në hakun e vet subhanahu wa taala. Thot, atëherë thot, ai thot e ka pa gjendjen e tij siç ka qenë dhe i ka ndihmu Allah subhanahu me fjalën e tij. Ky transmetim është prej transmetimeve të israeliateve. Këto është gjërat që kanë ndodhur te bitë e Izraelit. E pejgamberi sallallahu ka thënë, hadithu an bani Israila fa wala haraj. Transmetoni transmetimin nga bitë e Izraelit dhe nuk ka gjë të keqe. Wala tusaddiquhum wala tukadhibuhum. As mos i përgënjeshtoni, as mos i besoni. باب ما جاء في الاختفاء وهو النباش وهو النباش مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية يعني نباش القبور
Amra bint Abdurrahman, Amra bint Abdurrahman ka transmetuar që ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka mallku muhtefin edhe muhtefien. Ka thënë çfarë është muhtefia, ata që faktikisht bëjnë të fshehtën dhe atë femër që e bën të fshehtën. E ka thënë çka është, ka thënë e ka pas qëllim ata që i vjerrin varret. Ata që i vjedhin varret, varmisat, ata që cilët shkojnë i çelin varret dhe i vjedhin. Qëllimi është në të thotë që çka i kanë qel varret dhe e kanë vjedh qefinin. Kjo është prej gjërave shumë të këqija, nga se tani mund të çuditet dikush, të çysh mund dikush me vjedh qefinin, të rrobe me cilën mbështjell i vdekurit. Duhet të dini të nderuar që deri vonë në historinë e njerëzimit, rrobat kanë qenë gjëra të shtrejta dhe të rralla dhe kanë pas çmim të lartë. Jo sikur tani që çdo kush ka rroba, çdo kush ka 10-15 par rroba ose më shumë. Jo, kanë qenë të rralla rrobat. Ashtë të rralla sa që dikush ka pas hesap me të fjell varrin e dikujna edhe mja vjedh qefinin. Pejgamberi s.a.s. ka mallku atë që e bën këtë veprim. E ka mallku atë që e bën këtë veprim. مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم. عائشة رضي الله تعالى عنها transmeton nga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam që ka thënë thyerja e ashtit të besimtarit për së vdekurit, ose sikur se thyerja e tij kur ai është i gjallë. Do thotë e ka pas qëllim në gjuna. Do t'i thyet besimtarit ashti për së vdekurit, ose sikur se t'i thyet ashti për së gjallit. E kjo do thotë këtë transmetim i Imam Malikut është pa varg transmetuesi, mirë po ka ardhur në ky hadith ka ardhur në transmetim tjetër, te Imam Muslimi, me varg transmetuesi. Pra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar që muslimani është i respektuar për së gjalli dhe për së vdekurit, dhe t'i thyet muslimanit ashti për së vdekurit, ka dënim sikur si thyet ashti për së gjalli. Pra ndonjë muslimani respektohet për së gjalli dhe respektohet për së vdekurit. Për këtë arsye, muslimani kur të vdek nuk bën të bëhet autopsi, nuk bën t'i çohet trupi, t'i çelet, t'i bëhet lojla me to, jo. Përveç në rast të ndonjë krimi të madh, që nuk dihet shkaku i vdekjes, përveç nëse bëhet autopsi, në atë rast e lejon ulemat. Përndryshe, trupi i muslimanit qysh është i respektuar për së gjalli, anjëjtë respektohet edhe për së vdekurit. Pastaj vazhdon Imam Maliku rahimahullah, dhe thot Jami'ul Janaiz, hadithe përmbledhëse për gjenazet, مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرحيق الأعلى. عائشة رضي الله تعالى عنها i ka treguar thot Abdullah ibn Zubairit, Abbad ibn Abdullah ibn Zubairit, që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot që ajo ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para se të vdes, duke pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kokën në gjoksin e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas kokën në gjoksin e Aishës radhiyallahu anha kur ka vdekur. E ka dëgjuar thot para se të vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thonë o Allah, më fal mua, o Allah, më fal mua dhe më bë rahmet dhe më mëshira dhe më
më tuba në tubimin më të lartë, në vend tubimin më të lartë, në të shoqëria më e lartë. Të shoqëria më e lartë. Të shoqëria më e lartë janë Allah subhanahu taala me laçet e tij, burrat e mirë, besimtar. Këta ka kërku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para vdekjes. Kjo tash ta hadithi tjetër tregon shkakun thotë. Malikun annahu balaghahu أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى فعرفت أنه ذاهب. Maliku transmeton nga Aisha radhiyallahu anha, këtu në këtë transmetim nuk përmend vargun mes tij dhe Aishës, edhe mirë po kjo varg është transmetuar te Buhariu dhe Muslimi. Që Aisha radhiyallahu anha ka treguar se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ndodh të vdes një pejgamber përveç se i lihet të zgjidh, do thotë, i lihet zgjedhja. Të çfarë zgjedhja thotë, i mundsohet të jetoj gjatë apo të shkoj tani te Allahu subhanahu wa taala. E thot Aisha radhiyallahu taala an thot, edhe thot e kam dëgjuar duke thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, o Allah, e dua shoqërinë e lartë, e dua shoqërinë e lartë. Thot e atë thot e kam ditur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkoi. E kam ditur se ai po shkon. Sallallahu alaihi wasallam. Kjo është arsyeja pse I ka thënë këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. Maliku ka transmetuar nga Nafi nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur dikush nga ju vdes, thot do t'i paraqitet në mëngjes dhe në mbrëmje, do t'i paraqitet vend qëndrimi I tij, thot. Nëse do të jetë prej banorëve të xhennetit, thot, prej banorëve të xhennetit. Nëse do të jetë prej banorëve të xhehenamit, thot, prej banorëve të zjarrit. Do t'i thuhet atij. Ky është vend ulja jote derisa ose vend qëndrimi yt, thot derisa të ngjall ty Allahu subhanahu taala ditën e kiametit. Kështu Allahu subhanahu taala e lajmëron ata. Kjo vllazit mirë është prej gajbit, prej jetës së barzahut, jetës që është mes vdekjes së insanit deri në ditën e kiametit. Kjo është prej gajbit, na nuk e dim për to vetëm ata që na ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe ashtu e besojmë. Nga se ti nëse hap varrin dhe e çel, ndoshta do të shë diçka tjetër. Mirë po në realitet mund të jetë rob që është duke u kënaqur me kënaqësitë e xhenetit, ose duke u përgëzuar me përgëzimet e xhenetit, e mund të jetë duke u dënuar me dënim të zjarrit, dënim në varr. Mirë po këto nuk I dim nga se këto janë punë të ghaibit, që besimtari duhet me besu ashtu siç janë ardhur nga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Çysh është realiteti e din veç Allahu subhanahu wa taala. Veç Allahu subhanahu wa taala. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Maliku rahimahullah thot, Malikun an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, krejt birrin e Ademit e han zjarri, e han toka. Krejt birrin e Ademit e han toka. Përveç koksiksit, ajbu dhanab. Prej ti thot është kriju dhe prej ti thot do të gjallë. Prej ti
do të riformohet, prej tij do të reformohet. Koksiksi në arabisht i thënë ajzhu dhe dhanab, është unaza e fundit e bishtit kurrizor. Koksiksi thënë, unaza e fundit ose bishti. Unaza e fundit e bishtit kurrizor. Unaza e fundit e bishtit kurrizor, koksiksi, njeriu kur është në varr e han toka mas një kohe. Përveç pejgamberëve të Allahut, që për Allah subhanahu wa taala ka thënë që Allah ja ka ndaluar tokës mi hongër pejgamberët e tij. Tjerët kundon Allah subhanahu wa taala i han toka dhe i shlyhen këtë përveç kësaj pjese. Përveç kësaj pjese. E prej saj thotë është kriju njeriu dhe prej saj do thotë është kriju njeriu dhe me të thot nga ajo thot do të rindërtohet ditën e Kiametit, nga se pejgamberi sa ka kallëzuar që kur të bëhen dita e Kiametit, Allah subhanahu wa taala e çon një ujë që njerëzit pastaj mbijnë nga toka, edhe dalin edhe i krijon Allah subhanahu wa taala sërish çysh kanë qenë në fillim. مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ka thonë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, vërtet shpirti i besimtarit është zog që han prej pemëve të xhennetit derisa ta kthej atë Allahu subhanahu ditën e ringjalljes. Shpirti i besimtarit është zog që han prej pemëve të xhennetit derisa ta kthej Allahu subhanahu taala ditën e Kiametit. Kështu është shpirti besimtar. Prap kjo është prej vllazit mirë, prej ghaibit. E besojnë ashtu që ka thonë Allahu subhanahu taala. E besojnë ashtu siç ka thonë Allahu subhanahu taala dhe çka ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo hadith që ka ardhur në këtë e besojmë ashtu siç ka ardhur, nga se ashtu është besimtari, nga ashtu e beson ashtu siç ka ardhur nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe nuk mundohet ta çet logjikën njerëzore në atë, nga se në atë mënyrë hub. Po duhet me besu çu ka ardhur nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. Ebu Hurajra radiallahu anhu ka thënë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu ka thënë. Kjo është thot hadith qudsi. Allahu te baraka ve taala ka thënë, kur robi e don takimin me mua, unë do ta dua takimin me të. Dhe kur robi e urren takimin me mua, thot unë e urrej takimin me të. E Aisha radhiyallahu anha, kjo është hadithi kështu ka në këtë fjalë. Kuptimi i këtij hadithi ka në një hadith tjetër, nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ku Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka thënë, o ja Rasulullah, thot, ne e urrejm vdekjen. Çdo njeri e urrejm vdekjen, nga se nuk din si do të jetë, si do shka, e urrejm vdekjen. Ka thënë, oj, pejgamberi sa ka thënë, lejse ka dhënë, nuk është ashtu o Aisha. Mirë po, kur tash ka kallëzu pejgamberi, kur ndodh kjo? Ka thënë, kur të vdek besimtari, kur të ndodh vdekja besimtarit, në atë momentet, përgëzohet besimtari me kënaqësinë e Allahut dhe me të mirësitë e tij. Atëherë thot për besimtarin s'ka gjë më të dashur se sa atë që do të ketë përpara. Në këtë momentet besimtari e don takimin me Allahun dhe Allahu don takimin me të. Dhe
kafiri thot, kur t'i verë vdekja, thot, i tregohet ku e ka dënimin, ku e ka vend dënimin. Dhe atë thot nuk ka gjë më të urryer te ai se sa ajo që do të ketë përpara dhe Allah e urren atë. Edhe Allahu e urren atë. Pastaj vazhdojmë thot nga Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا قال خشيتك يا رب فأنت أعلم وأنت أعلم قال فغفر له Ebu Huraira radiallahu anhu thot, ka qenë thot një njeri që s'ka bën kur një të mirë diçka. Nuk ka bën kur të mirë. Dhe i ka thon familjes tij kur të vdes, thot më digjni kur të vdes. Pastaj thot më ndani atë hirin, do thot ndonë në dy pjesë. Hinin tam ndonë në dy pjesë. Thot një pjesë thot gjune në tokë, e një pjesë gjune në deti. Thot nga se nëse Allahu ka mundësi, thot, ndaj meje, thot, do të më dënoj me dënim që se ka dënu askën prej njerëzve. Askën në botë, kur se ka dënu, kur. Thot edhe ai kur vdesh, thot kanë vepru çush i ka urdhëruar, thot, familja e tij kanë bërë çka i ka urdhëruar kë. E kanë djegë dhe kanë hudh gjysmën e hirit në tokë, gjysmën e hirit në det. Atëherë thot Allahu ka urdhëruar tokën që edhe toka ka tubu hinin e tij. Dhe e ka urdhëruar detin dhe deti e ka tubuar hirin që ka qenë në det. Dhe i ka thënë Allahu, pse e ke bërë këtë punë? E ka ringjallë Allahu subhanahu dhe i ka thënë, pse e ke bërë këtë punë? Ka thënë, prej frikës ndaj teje, ja Rabb. E ti din më mirë, e Allahu thot ja ka fal. Allahu ja ka fal. Ky rob në këtë situatë ka qenë, ka bërë kështu, thot Allahu fal nëse don subhanahu wa taala. Prandaj robi nuk bën kur me hub shpresën te Allahu subhanahu wa taala dhe me ditë që dënimi apo falja është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Dënimi apo falja për atë që vdes si musliman është në dorë të Allahut. Nëse ai që vdes si kafir, Allah e ka marrë përsipër që mos më fal gjunohet. Ka thënë Allah subhanahu wa taala ka thënë që inna Allah la yaghfiru ma yushraku bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah nuk ja fal atij që bën shirk në Allah subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah nuk fal që nëse bën shirk në të. Dhe fal të tjera gjëra çka të doj subhanahu wa ta'ala. Thot vazhdon thot pastaj thot Malikun an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mawludin yuladu ala al-fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi kama tunatiju al-ibilu min bahimatin jam'a هل تحس فيها من جدعة فقالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا فاعلين بما كانوا عاملين Ebu Huraira radhiyallahu anhu transmeton nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo fëmijë lind në natyrshmëri. Çdo fëmijë lind në natyrshmëri. Dhe prindët e tij janë ata që e bëjnë jahudi apo e bëjnë krishterë. Siç ndodh thot që devet thot kur të pjellin thot deven thot të plot. Thot nuk ka në të pjesë të coptuar dhe tjekër të trupit. Thot e ka thënë ja Rasulullah, thot e ai që vdeki i vogël thot Allahu din thot çfarë do të veproj. Çfarë kjo thot pejgamberi sot na tregon që njeriu në natyrën e tij e ka fitran, do thot natyrshmërinë, besimin në Allahu subhanahu wa taala një, besimin në Allahun një.
Dhe faktorët e jashtëm janë ata të cilët ndikojnë që njeriu të lëviz nga natyrshmëria e tij, siç janë prindët në këtë moment, që e bëjnë jehudi apo e bëjnë krishterët, faktori i jashtëm. Siç është ajo përmend për shembullin e deves, deveja kur të pjell, e pjell thot viçin e saj, të plot veshti ka, bishtin e ka, çdo gjë e ka. Pastaj vin njerëzit mund mja prej bishtin, mund mja prej veshin, këto gjë faktorët e jashtëm janë ata që ndikojnë që dikush të largohet nga natyrshmëria në cilën ka kriju Allah subhanahu wa taala. مالك عن ابي زياد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. Thot Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu thot që nuk ndodh kiameti përderisa të kaloj një njeri të varri, të një varr, thot varri njeri thot o mirë jon ti shahon vendin e tij, o mirë jon ti shahon vendin e tij, për shkak të fitnave të mëdha që ndodhin në fund të para kiametit, ka njerëz që do të kalojnë pranë varrit dhe shpresojnë që të kishin vdekur, shpresojnë që të mos të sprovohen dhe sprovat që janë duke i ndodhur. مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. tash hadithi tjetër është hadithi e Abu Qatadas radhiyallahu ta'ala anhum, që ka thënë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanë kalu nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me një xhenazë, kanë kalu me një xhenazë ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mustarihun wa mustarahun min, ka thënë irahatum dhe irahatum prej tij, thotë irahatum ose irahatum prej tij. Ai ka thënë: ja Rasulullah, i kanë thënë, kush është ai irahatumi, irahatuari, kush është ai irahatuari? Edhe kush është ai që janë rahatu prej tij? E ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari, robi besimtar, është ai që rahatohet nga lodhja e dunjos dhe të këqijat e saj, dhe rahatohet në xhenetin e Allahut, rahatohet në xhenetin e rahmetin e Allahut. Ndërsa robi i keq, thot prej tij thot rahatohen robët e Allahut. Toka rahatohet, vendit rahatohet prej tij, pemt rahatohen prej tij dhe hajvanati shtaz rahatohen prej tij. Shtaz rahatohen prej tij prej këqijave që i ka bërë. مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته ذهبت. قال رسول صلى الله عليه وسلم: لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته قال: ذهبت ولم تلبس منها بشيء. Thot kur ka vdek Uthman ibn Mad'un, pe sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë kalu me xhenazën e tij para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ke shku dhe nuk e marr kurrë për kësaj, nuk e marr kurrë për kësaj dunjaje. Thot nga sa ai ka vdek në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën kur akoma nuk janë shkruar vendet dhe akoma s'ka pas plashka të luftës, nuk ka pas pasuri të madhe, thot ke kalu nga kjo dunja, s'ke marr kurrë për kësaj dunjaje, thot ke shku i pasur te Allahu subhanahu wa ta'ala. مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت: فأمرت جاريتي بريرة
تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر منه شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم thot transmetimin nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot që një natë thot pejgamberi sa më zgju natën dhe I ka vesh rrobat e tij dhe atëherë edhe ka dalë thot atëherë thot e kam urdhëruar Berirën që ka qenë robresha e Aishës radhiyallahu anha që ka liru pasaj Aisha thot që ta pasoj thot edhe ka pasu ajo derisa ka shku pejgamberi sa te varret e Beqijës thot edhe ka qëndru thot poshtë tyre një atë sa ka desh Allahu të shëndroj. Pastaj thot është largua. Atëherë Berira thot ka ardhur para tij dhe më kanë treguar se çfarë ka ndodhur. Dhe nuk I kam thënë gjë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deri në sabah. Thot pastaj thot I kam treguar atij thot dhe më ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam më jam dërguar thot më ka dërguar Allah subhanahu wa taala të shkoj te banorët e Beqijës dhe të lutem për ta, për ta. Pastaj edhe hadithi I fundit për sot thot مالك عن نافع أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه من رقابكم عن رقابكم أبو هريرة رضي الله عنه قال نزيدتني thot me të vdekurin me gjenazat e juaj nga se nëse nxitoni ose është hajër që e bëni për ta ose shërë thot që e largoni nga qafet e ju, ose shërë që e largoni nga qafet e ju. Tamam siç ka thënë hadithi më hershëm që pejgamberi ka thënë, ose është I rahatuar vet, ose ju rahatuani prej tij. Allahu tebaraka wa taala a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.